Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin një nivel të lartë kur Limi fillon të flasë për Elionën. Ai shpreh me vendosmëri dhe hapur që nuk do të qëndrojë i qetë dhe i duruar pa e arritur atë që dëshiron me të. Fjalët e tij janë të forta dhe provokuese, duke treguar qartë se ai ka një qëllim dhe nuk ka ndërmend ta fshehë atë para banorëve ose kamerave. Ai deklaron se marrëdhënia me Elionën është prioriteti i tij dhe nuk ka të bëjë me lojra apo provokime të tjera. Për të, ky moment është serioz dhe vendimtar. Limi thekson se Eliona është femra e radhës, duke lënë të kuptohet qartë se ajo është e vetmja në mendimet e tij në atë periudhë. Ai shpreh një vendosmëri të dukshme dhe një qetësi të rrezikshme, sikur çdo gjë që ai dëshiron do të ndodhë saktësisht ashtu siç e ka planifikuar. Banorët që ndodhen pranë vërejnë se fjalët e tij nuk janë thjesht lojra, por deklarata të fuqishme dhe personale, të cilat prekin atmosferën e të gjithë shtëpisë. Ndërkohë, mënyra se si Limi e shpreh veten bën që tensioni të përhapet menjëherë. Disa banorë mbeten të shtangur nga guximi i tij dhe mënyra e hapur me të cilën ai fliste, ndërsa të tjerë shohin situatën me një shqetësim të lehtë, duke ndjerë se energjia dhe emocionet janë jashtë kontrollit. Çdo fjalë që thot ai shton peshën emocionale dhe dramatike të momentit. Limi nuk ndalet vetëm tek fjalët, por gjithashtu thekson qëndrimin e tij ndaj marrëdhënies dhe vendosmërisë për të mos lejuar pengesa. Ai e lë të kuptohet se për të nuk ka kompromis, dhe çdo gjë që ka të bëjë me Elionën është e rëndësishme dhe e prioritetshme. Kjo bën që tensioni dhe dramatizmi i situatës të rritet, ndërsa Eliona, nëse është afër, ndihet e shtrënguar nga fuqia e deklaratës dhe nga vendosmëria e Limës. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të komentojnë me njëri tjetrin, disa të shokuar dhe disa të habitur nga mënyra se si Limi e shpreh mendimin e tij. Energjia e dhomës bëhet e ngarkuar, çdo lëvizje dhe shikim merr rëndësi dhe më. Momenti kthehet në një nga skenat më dramatike të ditës. Në këtë klim, deklarata e Limës shfaqet si një nga momentet më të forta dhe më provokuese, duke treguar se emocionet, xhelozia dhe vendosmëria mund të dominojnë çdo situatë brenda shtëpisë. Ai tregon qartë qëndrimin e tij ndaj Elionës dhe mënyrën se si ajo zë një vend të veçantë në mendimet e tij, duke krijuar një tension që mbetet i ndjerë për shumë kohë brenda shtëpisë.